Shqipëria e ka gati planin kombëtar të kontingjencës për migrantët e palishëm, botuar në fletorën zyrtare në fund të dhjetorit dhe ku përshkruhen detyrat që duhet të përmbushen nga 2026 deri në 2028. Nëse lëvizjet migratore do të jenë normale, autoritetet kanë në dispozicion një vlerë indikative prej 195 milion lek. Por nëse situata ndryshon dhe kalohet në skenarin e kuq, pra në krizë migrantësh, do me thënë te kapaciteteve shtetërore, kostoja shkon në 708 milion lek. Në këtë strategji përfshihet hapja e qendrave të reja pritse në rast emergjence të migracionit të parregullt. Megjithatë pranohet një trend në ulje i kalimeve të palishme të kufirit, që nga viti në vit, nga 178.000 migrant ka zbritur në 63.000. Në këtë dokument portretizohet fluksi migrator, bazuar në shifrat e të ndaluarve për gjatë 5 viteve të fundit, ku përpos shtetasve nga Siria dhe Afganistani dhe vendet të tjera të lindjes së mesme, është konstatuar një trend në rritje i shtetasve që përdorin Shqipërinë si korridor kalimi dhe konkretisht ata që vijnë nga Egjipti dhe Nepali. Mëtej përshkruaj se vetëm në një rast dhe konkretisht një shtetas nga Kambodja ka marrë statusin e refugjatit. Shumica e të huajve konstatohet se kaluan kufirin e gjelbër me Greqinë për të hyrë në Shqipëri që përdorën si ur kalimi me destinacion të radhës Malinezi dhe Kosovën, por me synim vendet e Bashkimit Evropian. Një formë tjetër për të udhëtuar drejt Bashkimit Evropian përmes Shqipërisë është ajo e abuzimit me vizat e punës. Bëhet fjalë për punëtor të kontraktuar nga India, Filipinet, Bangladeshi dhe Sri Lanka, ndërkohë që rezulton se edhe Turqit po e keq përdorin liberalizimin e vizave. Si fakt, jepet cifra prej 8.600 shtetas turq të konstatuar, por nuk mungojnë edhe kinezët, me një shifër prej 1.050 qytetar, 250 shtetas mongol dhe 100 rus. Në këto të dhëna jepen informacione edhe për shtetasit afgan, të cilët vazhdojnë të jenë me mbrojtje të përkohshme në Shqipëri. Referuar aplikimeve për mbrojtje të përkohshme, përmendet se në total 9.470 shtetas afgan kanë tërhequr aplikimet e tyre, kurse autoriteti përgjegjës për azilin dhe refugjatët rezulton se ka lëshuar 7.565 vendime për përfundimin e mbrojtjes së përkohshme. Aktualisht janë ende në mbrojtjen e përkohshme në Shqipëri 549 qytetar afgan.